me ciklat. Hej, Mele, se qëtash të bashkë më kujtu. Se unë e ti nuk e hapim një partnere në biznese. Në biznese? Adin, përshallah, abdin ajde që shkum në me marë kredi. Abdin, mamëre, Ja, nuk... Organike! Gjele, Biznisen, hajde biznisen, hajde shmësa. Abdin Mele, ajde që shkum në me marë qatë kredin, abdin. Që ashtë me bo shopin që shishira, që ne se ku shkum të në bank, abdin që shkum bashkë të nejde me drejtorin të dera. Djallja dy mrena, më thata agrokredita mu i me tjep, abdin. Dhe me thënë kjo ishtë që si kredi, abdin, që për shumë që unë i thashti për fekën, po i thashti dhe atina një sajtë për një ke fekën, e thashti kjo kredia ishtë për toka, unë e pëthëm shku me marë kredin, si për fekën, a mi a marë një abli tokat fekës, se feka ka të tokë me hongër lëp të fekën, edhe na në vjellë ushqime bjorganike. Besh ti me marë kredin? Po te po, unë që kështë të foj dhe gash. Koto. Hajde dhe pak shopin gjarive drejt, që shoto. Jo i drejt që... Pas po dhe me t'ni mu. Ma be o vlot, po moj! Valloj s'po bën, nuk po moj. Nuk I me hyp në qëtë vetuar pa kallëzu qka jetu pështirë ty. Oh, një betani flasi. O dje mani bre. O, shans, nuk I me hyp të lëmbace pa na kallëzu drejtis që të makin nuk t'ke hyp korë. Ca e farë plaku, që kesh me të në spital. Më tha me quderin ka tund vetin në magure edhe mi mor taksi vlok krejt parë. Ran koft, ran valloj, nisë për të besoj të lëmbace. Nuk ka rjen hiç, krye madhë, se edhe plus njeri po merke me ushqime bioorganike, thash me më furnizu, lokali me më furnizu me ushqime bioorganike, u godita me ta, jo u godita me grushta, po u godita kështu me maraveshe, bona dhe që. Pret ta shtim manin atje, rrise ke mu maravesh unë e kjo diska. Vazhon? Kjo që po e thot kjo, e ka një logjik të vetën. Pe marrim. Hajt merë. Hëp, të lëmbace, hëp. Po de, adin që kem na bashk, adin që dashtë me marrë qatë farë kredi, adin që na vetit që përdojnë me investu që tash unë kryesisht adin fustana, shashira, puta që si sene, e jo, nëjse ato I bletëm këtë me tjera parë, adin që I kum pasu në do, nëjse, mas tani mas që shkum të kafeneja unë të okite abdin, mendum, edhe vendosëm që përdojna me marrë një qasi, që shumë theti kredi, agrokredi, përdojna me marrë një qasi, edhe abdin, ape njeti fekën? Jo, s'pe një fekën, nejse, e tash feka, atje në fshat, në katon, ka shumë tokë, na përdojna me amor qa tokë, edhe na me punu qa tokë. Shumë mirë, është ide që lune, shka do një me investu, ma konkretisht? Po kryesisht banane, kiwi, ananas. Hajgare, baba, që kokos. Jo, se hajgare, pak molla përdojna me miel. Ide shumë e mirë, është ide që lune është trek profitabil, mundi me investu në këtë sektor. Po, se dhe mollat mi kona shumë. Kush do me marrë kredi, po a keni vendosë? Unë po marrë kredi, tokën e punojmë bashk. Po, se unë kom familjen, ich bin nach Deutschland geboren, unë kom vinë në Gjermani, kom familjen atje, dhe vllaznit edhe ata vinë investojnë bashk. Këtu. Shumë mirë, është mundësi e mirë, do të thotë që shfrytëzohet potenciali bashkëdhetarëve tonë që në botën e jashtme, edhe banka jonë do të thotë përfra këtë sektor që një lloj bashkëfinancimi që të investohet në këtë sektor. A kemi plotësuar nga letra? Po, është procedurë shumë e thjeshtë, mundemi vetëm emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, disa informata bazë, pastaj vjen dikush për analistëve tonë kreditor që është I specializuar në këtë sektorin e bujqësisë, vjen ju viziton atje tek ju, edhe uleni dhe së bashku të bëni planin investiv ma konkret nëse doni. Atje të toka, të feka. A bën me na edhe me na fotografu bashkë që shto me qëta? Ata bëjmë është një. Kesh. Hajde mu bane. Se une mu ndash me dit kështu nuk punaj. Ani, hajde. Edhe ajle të gjon një kuzhinire bio. Mësë vërtet mu. Po se ti kifajet, të pja mu shmenën. Kush ma ka ngu të ganën? Kush për mundet bre, Se shë u bo?
O, Bekem, ja ka gjujt Orhani krejt ushqimet prej kuzhinas. Bukëna? Inshallah zoti ka me vra, ma e men që po thonë. A i ka vendos tash prej sotit lokal këtu veç ushqim organik, Bekem. I, gane, për shta po mërzit e sha, hajtë se të furnizoj une. More, nuk është ai ushqim organik? Të mua. O, Bekem, o, Bekem. It's my life. Take it or leave it. Tick, tick, tick. Take it or leave it.